Para se të fillojmë këtë histori të vërtet që do t'ju prek zemrën, më thuani në komente. A do ta rrezikoni jetën tuaj për të shpëtuar një të panjohur? Dhe nëse po, çfarë prisni në këmbim? Ky pyetje mund të duket e thjeshtë, por përgjigjja e saj ndryshoi jetën e një emigranti shqiptar përgjithmonë. Ky është Arbeni, një djalë i thjeshtë nga Kosova, i cili pa e ditur, një mëngjes të ftohtë prilli, do të bënte diçka që do ta ndryshonte jo vetëm jetën e tij, por edhe të një familjeje të tërë zvicerane. Tani, para se të zhytemi në këtë udhëtim emocional, lërmë një koment poshtë. A besoni në fat apo në shpërblimin e veprave të mira? Sepse ajo që do të dëgjoni sot është aq e pabesueshme, sa duket sikur është shkruar nga vetë jeta. Arben Krasniqi nuk ishte një hero, të paktën kështu e mendonte ai vetë. Ishte thjesht një djalë 35 vjeçar nga Prishtina, që si mirat të tjerë kishte lënë Kosovën në kërkim të një jete më të mirë. Zvicra ishte premtimi i një fillimi të ri, një vend ku puna e ndershme shpërblehej, ku ëndrat mund të bëheshin realitet nëse punoje mjaft fort. Por realiteti ishte ndryshe nga ëndrat. Arbeni jetonte në një apartament të vogël me një dhomë në Lucern, një qytet piktoresk në zemër të Zvicrës, i rrethuar nga male madhështore dhe liçene kristalore. Apartamenti ishte në katin e tretë të një ndërtese të vjetër, me dyer druri që kërcëllinin kur i hapje dhe me ngrohje që nuk funksiononte mirë gjatë dimrit. Por ishte shtëpia e tij, vendi ku kthehej pas ditëve të gjata pune. Punonte në një kompani ndërtimi, duke filluar orët 5:30 çdo mëngjes. Puna ishte e rëndë fizikisht, bartja e materialeve, përzierja e betonit, montimi i skelerive. Duart e tij ishin të ashpra nga puna, me fërkime dhe plag të vogla që nuk shëronin kurrë plotësisht para se të shfaqeshin të reja. Por nuk ankohej. Kjo punë i jepte aq sa të paguante qiran, të dërgonte para familjes në Kosovë dhe të kursente pak nga pak për një të ardhme të pasigurt. Ishin fillimi i prillit të vitit 2025 dhe Zvicra fillonte të zgjohej nga gjumi i dimrit. Drurët rreth liçenit të Lucernit po nxirrnin filizat e para të gjelbra, dhe ajri kishte atë aromë të freskët të pranverës që të bënte të harronit ditët e errta të janarit dhe shkurtit. Por mëngjesit ishin ende të ftohta, dhe Arbeni mbante xhaketën e tij të vjetër të zezë kur dilte nga shtëpia në orën 5 të mëngjesit. Të mërkurën me 9 prill 2025, Arbeni u zgjua si zakonisht në orën 4:30. Alarmi i telefonit bëri zhurmën e zakonshme dhe ai e fiku me një lëvizje të shpejtë të dorës. U ngrit nga krevati, bëri dush të shpejt me ujë të ftohtë, një zakon që e kishte marrë prej vitesh për t'u zgjuar plotësisht, dhe u vesh me rrobat e punës, xhinse të vjetra blu, një bluzë me mëngë të gjata në një pulover të trash gri dhe xhaketën e zezë. Nuk kishte kohë për mëngjes, merrte gjithmonë një kafe dhe një kifle nga byqani pranë punës. Doli nga apartamenti, mbyllti derën pas vetes me kujdes për të mos zgjuar fqinjet dhe filloi ecjen e tij të përditshme drejt stacionit autobusit. Rrugët ishin pothuajse bosh në ato orë të mëngjesit. Ndriçimi publik ende ishte ndezur, hedhur drita portokalli mbi trotuaret e lagura me ves. Apat e tij bënin zhurmë monotone në heshtimin e qytetit që po zgjohej ngadalë. Në largësi dëgjohej zhurma e parë e një treni, dhe ngandej nga liçeni vinte një erë lehtë e ftohtë që mbante aromën e ujit të pastër të malit. Arbeni nuk e donte veçanërisht punën e tij, por e respektonte. Respektonte faktin që i jepte mundësi të jetonte me dinjitet, të ishte i pavarur. Në Kosovë, mundësitë ishin të paktën për dikë si ai që nuk kishte lidhje politike apo familjare që të hapnin dyert. Këtu në Zvicër, të paktën puna e ndershme vlerësohej. Ndërsa ecte nëpër rrugën e ngushtë që shpinte drejt bulevardit kryesor, mendja e tij endte tek familja në Kosovë. Nëna e tij, Fadile, ishte 60 vjeçe dhe jetonte vetëm në shtëpinë e tyre të vjetër në Prishtinë. Babai kishte vdekur 5 vjet më parë nga një infarkt, duke e lënë nënën dhe Arbenin të vetëm. Arbeni ishte djali vetëm dhe nëna e kishte insistuar që ai të shkonte në Zvicër, edhe pse shpirtërisht ajo vuante nga mungesa e tij. "Shko bir", i kishte thënë natën para largimit të tij, 5 vjet më parë. "Këtu nuk ka të ardhme për ty. Shko, bëj diçka për veten dhe kur të mundesh, më ndihmo pak." Sytë e saj ishin plot lot, por zëri kishte qenë i fortë. Fadive ishte grua e fortë që kishte mbijetuar varfërinë dhe tani vetmin. Arbeni i dërgonte para çdo muaj. Nuk ishin shumë, por ishin të mjaftueshme për të mbajtur nënën pa u shqetësuar për faturat e dritës apo qiran. Ai e dinte se nëna nuk përdorte të gjitha ato para për vete. Shumë prej tyre u skursente për ditën kur Arbeni do të kthehej dhe do të kishte nevojë të ndërtonte diçka të veten. Ai arriti në stacionin e autobusit në orën 50. Ishin edhe disa persona të tjerë duke pritur, punëtorë si ai, me fytyra të lodhura dhe shikime të largëta.
Autobusi erdhi pas 5 minutash dhe Arbeni u ngjit, duke gjetur një vend pranë dritares. U soll dhe shikoi jashtë, duke parë qytetin që kalonte ngadalë përpara syve të tij. Lucern ishte qytet i bukur, edhe pas 5 vitesh jetese në atë vend, Arbeni ende habitej me bukurinë e tij. Ndërtesat e vjetra me fasada të pikturuara me ngjyra të gjalla, urat historike mbi rrumin Rose dhe sigurisht liçeni madhështor i rrethuar nga Alpet. Ishte skenë që dukej sikur është shkruar nga vetjeta. Emigrantë të tjerë shqiptar, por asgjë serioze. Asnjë miqësi e vërtetë, asnjë lidhje që e bënte të ndihej lidhur me këtë vend. Ndonjëherë, natën, kur nuk mund të flinte, Arbeni shikonte dritaret e apartamenteve të tjera nga dritarja e tij. Shikonte familjet duke darkuar së bashku, çiftet duke ecur dorë për dorë në përhug, të rinjt duke qeshur dhe duke bërë zhurmë. Dhe ai ndjehej sikur po shikonte jetën nga jashtë, sikur ishte spektator dhe jo pjesëmarrës. A do të jetë gjithmonë kështu? Pyete veten her pas here. A do të jem gjithmonë i vetëm? Por pastaj kujtonte nënën e tij, shtëpinë e vjetër në Prishtinë, dhe arsyen pse kishte ardhur këtu. Nuk kishte ardhur për të qenë i lumtur, kishte ardhur për të mbijetuar, për të ndërtuar diçka, për t'i dhënë nënës një jetë më të mirë, dhe kjo ishte e mjaftueshme. Apo të paktën kështu i thoshte vetes. Autobusi arriti në stacionin afër kantierit rreth orës 5:40. Arbeni zbriti dhe filloi ecjen e shkurtër drejt kantierit. Rruga kalonte përgjat një parku të vogël dhe mëtej përgjat një ure të vogël mbi një degë të vogël të lumit Reus. Ishte këtu, në këtë urë, ku jeta e Arbenit do të ndryshonte përgjithmonë. Ndërsa afrohej në urë, Arbeni dëgjoi një zhurmë. Në fillim nuk i kushtoi vëmendje, mendoi se ishte zëri i erës apo i ujit që rrjedhte në lum, por pastaj e dëgjoi përsëri, më qartë këtë herë. Ishte një ulërim, një zë që kërkonte ndihmë. Arbeni ndaloi dhe shikoi rreth e përqark. Ishte ende errët dhe drita e ndriçimit publik nuk arrinte plotësisht deri në atë pjesë të rrugës. Por pastaj e pa, një figurë në ujë, duke u përpjekur të mbante kokën mbi sipërfaqe. Zemra e Arbenit filloi të rra me forcë. Pa menduar 2 herë ai vrapoi drejt urës dhe shikoi poshtë. Aty, në ujin e ftohtë dhe të rrjedhshëm të lumit, ishte një vajzë. Flokët e saj të gjatë të errët ishin përzier me ujin dhe ajo po përpiqej të mbahej mbi sipërfaqe, por rrjedha e lumit po e tërhiqte. "Ndihmë!" u lëriti ajo, zëri i saj i dobët dhe i thyer. "Ju lutem!" Arbeni nuk hezitoi as për një sekond. Hodhi gjaketën dhe pulovrin dhe pa menduar për pasojat, u zhyt në ujin e ftohtë të lumit. Uji ishte akullore. Ndjesia ishte sikur mira gjilpëra po e shponin trupin, por Arbeni nuk ndaloi. Notoi me të gjithë forcën drejt vajzës, duke u përpjekur të mos e humbiste nga syt. Rrjedha e lumit ishte më e fortë se sa kishte menduar dhe ai duhej të luftonte me çdo lëvizje për të mos u tërkoqur edhe vet. "Mbahu!" bërtiti ai, duke u përpjekur të arrinte. Vajza po fundosej. Duart e saj po binin ngadalë në ujë dhe sytë e saj po mbylleshin. Arbeni bëri një përpjekje të fundit, duke shtrirë dorën dhe e kapur nga krahariu. E tërhoqi drejt vetes, duke e mbajtur kokën mbi ujë. "Mbahu fort," tha ai, duke e mbajtur me një dorë dhe notuar me tjetrën drejt bregut. Rrjedha po i tërhiqte të dy dhe Arbeni ndjeu panikun duke u ngjitur në të. Duart e tij po dobësoheshin nga të ftohti dhe këmbët po bëheshin të rënda, por nuk mund të lejonte të ndodhte asgjë, nuk mund ta linte këtë vajzë të vdiste. Me një përpjekje të fundit, ai arriti të arrinte në një pjesë të lumit ku rrjedha ishte më e dobët. Gjeti një gur të madh në ujë dhe u mbështet në të, duke e mbajtur vajzën me të dy duart. Pastaj me ngadalë dhe me vështirësi, filloi të tërhiqte të dy drejt bregut. Pas atij që u duk si një përjetësi, Arbeni arriti në breg. U ngjit me vështirësi duke e tërhoqur vajzën pas vetes. Sa po dolën nga uji, ai ra në bar duke marrë frym thellë dhe dridhur nga të ftofti. Vajza shtrihet pranë tij duke kollituar dhe nxjerr ujë nga goja. Ishte e gjallë. Arbeni shikoi drejt saj dhe pa fytyrën e saj për herë të parë. Ishte e re, ndoshta 20 e disa vjeçe, me tipe delikate dhe flokë të gjatë të errët që i binin përreth fytyrës. Je mirë?" pyeti ai, zëri duke dridhur nga të ftohti dhe nga përpjekja. Vajza hapi syt ngadalë dhe e shikoi atë. Sytë e saj ishin blu të hapur, plot me lot dhe frikë. Ju më shpëtuat," tha ajo me zë të dobët, duke kollituar përsëri. Arbeni u ngrit në këmbë me vështirësi dhe shikoi rreth e përqark. Ishte ende errët dhe drita e ndriçimit publik nuk arrinte plotësisht deri në atë pjesë të rrugës. "Duhet telefonojmë ambulancën," tha ai, duke kërkuar telefonin në xhepin e xhinseve të tij të lagur.
por telefoni ishte i shkatëruar nga ujë. Jo, tha vajza, duke u përpjekur të ulej. Jam mirë, ju lutem, mos telefononi askënd. Arbeni e shikoi me çudi, por ti pothuajse vdiqe, duhet të shkosh në spital. Jam mirë, insistoi ajo, duke u përpjekur të qëndronte në këmbë, por këmbët e saj u përkulen dhe Arbeni e mbështeti para se të binte. Ngadal, tha ai but, ke nevojë për ndihmë. Vajza e shikoi përsëri dhe për herë të parë Arbeni pa diçka në sytë e saj, një thellësi, një vuajtje që shkonte përtej kësaj ngjarjeje. Ajo nuk ishte thjesht e friksuar nga mbytja, kishte diçka më shumë, diçka që Arbeni nuk e kuptonte ende. Faleminderit, tha ajo me zë të butë. Ju më shpëtuat jetën, nuk e di si ta falenderoj. Arbeni tundi kokën, nuk ka nevojë, çdo njeri do të bënte të njëjtën gjë. Por në zemrën e tij, ai e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë. Shumë njerëz do të hezitonin, do të mendonin për rrezikun, do të telefononin ndihmën në vend që të vepronin. Por Arben nuk ishte menduar, kishte vepruar, sepse kësht ishte ai. Kështu e kishin rritur prindrit, të ndihmoje kur dikush kishte nevojë, pavarësisht nga çmimi. Si të quan? Pyeti vajza, ende duke dridhur nga të ftohti. Arben, u përgjigj ai. Arben Krasniqi. Sofia, tha ajo. Emri im është Sofia. Dhe në atë moment, në atë mëngjes të ftohtë prilli, në atë vend të shkret pranë lumit, u takuan dy jetë që nuk do të mund të ndaheshin më kurrë. Arben nuk e dinte ende, por kjo ishte dita që do ta ndryshonte gjithçka. Arben nuk shkoi në punë atë ditë. Nuk mund ta linte Sofian vetëm në atë gjendje. Ajo dridhej pa pushim, dhëmbët i kërcëllinin dhe lëkura e saj kishte ngjyrë të zbehet, pothuajse blu. Ai e dinte se kjo ishte e rrezikshme. Hipotermia mund të ishte vdekjeprurse nëse nuk trajtohej shpejt. Ku jeton? Pyeti ai, duke mbajtur ende nga krahu për ta mbështetur. Duhet të çoj në shtëpi, të ndrosh rroba dhe të ngrohesh. Sofia e shikoi dhe për një moment dukej sikur po përpiqej të vendoste nëse mund t'i besonte. Nuk është larg, tha ajo më në fund, zëri i saj ende i dobët. Rreth 10 minuta këmbësh nga këtu. Mirë, tha Arben, do të shoqëroj. Ata filluan të ecnin ngadalë, Arben duke mbështetur Sofian çdo hap. Rrugët ishin filluar të gjallëroheshin, kishte filluar të kalonte njerëz me biçikleta, disa makina të para të mëngjesit dhe në largësi dëgjoi zhurma e një tramvaji. Por askush nuk i vuri re. Dy figura të lagura, të dridhura, duke ecur ngadalë përgjatë rrugës. Çfarë ndodhi? Pyeti Arbeni me kujdes, duke mos dashur ta shqetësonte më shumë, por duke qenë i kureshtum. Si ra në lum? Sofia nuk u përgjigj menjëherë. Ata ecën në heshtje për disa minuta dhe Arben mendoi se ndoshta nuk donte të fliste për atë. Por pastaj ajo foli me një zë kaq të butë sa Arbeni me zi e dëgjoi. Nuk ra, tha ajo. Unë u hodha. Fjalët goditën Arbenin si një rufe. U ndalua dhe e shikoi. Ti u hodhe? Pse? Sofia vazhdoi të ecte, sytë e saj të ngulitur në tokë. Sepse nuk doja më të jetoja, tha ajo thjesht, sikur po fliste për diçka të parëndësishme. Arben nuk e dinte çfarë të thoshte. Mendja e tij ishte bosh. Nuk ishte mësuar me situata të tilla. Si mund t'i përgjigjej dikujt që sapo kishte rrëfyer diçka kaq të thellë, kaq të dhimbshme? Por pse? Pyetja ime në fund, zëri i tij i butë dhe i mbushur me shqetësim. Sofia nuk u përgjigj. Vazhduan ta ecnin në heshtje derisa arritën në një ndërtesë moderne në qendër të qytetit. Ishte një ndërtesë e lartë me fasadë prej xhami, me hyrje të ndritshme dhe elegante. Arben e shikoi me habi. Kjo nuk ishte lloji i vendit ku ai priste se Sofia jetonte. Ishte kartasi një ndërtesë luksoze, e shtrenjtë. Sofia nxori çelsin nga xhepi i çaketës së saj të lagur dhe hapi derën. Hyn në hall, i cili ishte i ngrohtë dhe i pajisur me dysheme mermeri dhe pasqyra të mëdha. Kishte edhe një recepcioniste, një grua e re që i shikoi me çudi kur i pa të lagur dhe të dridhura. Zonja Weber, tha recepcionistja, duke u ngritur nga vendi. Jeni mirë? Çfarë ndodhi? Jam mirë, Klara, u përgjigj Sofia me një zë të lodhur. Një aksident i vogël, mos u shqetëso. Recepcionistja duke je pasigurt, por nuk tha asgjë më. Sofia dhe Arben hynë në ashensor dhe nisën të ngjiten. Ashensori ishte i heshtur dhe i shpejt, dhe brenda disa sekondash ishin në katin e 18. Dera e apartamentit të Sofis u hap në një hapësirë të gjerë dhe të ndritshme. Arben hyri dhe mbeti pa fjalë. Apartamenti ishte i madh me tavane të larta, dysheme druri të ndritshëm dhe mobilie moderne dhe elegante.
Dritaret e mëdha shtrieshin nga dyshemeja deri në tavan, duke ofruar një pamje mahnitse të liçenit dhe të maleve në largësi. Wow, tha Arben pa dashje. Sofia e shikoi dhe buzëqeshi për herë të parë, një buzëqeshje e lehtë, trishtuese. Ulu, tha ajo, duke treguar një divan të madh pranë dritares. Do të sjell disa peshqyra dhe rroba të thata. Faleminderit, tha Arbeni, duke marrë rrobat. Por ti duhet të ngrohesh edhe ti. Do ta bëj, tha Sofia. Ka një banjo tjetër në domën time. Shko, mos u shqetëso për mua. Arbeni shkoi në banjo dhe mbylli derën pas vetes. Banja ishte po aq luksoze sa pjesa tjetër e apartamentit, me pllaka mermeri, një vaske madhe dhe një dush me gjam. Ai u zhvesh dhe hyri në ujin e ngrohtë, duke ndjerë se sa të mrekullueshme ishte ndjesia e ngrohtësisë pas asaj përpjekjeje të ftohtë. Ndërsa uji i ngrohtë rrinte mbi trupin e tij, Arbeni filloi të mendonte për atë që kishte ndodhur. Sofia kishte thënë se ishte hedhur me dashje. Kjo nuk ishte një aksident. Ajo kishte dashur të vdiste. Por pse? Çfarë kishte ndodhur në jetën e saj që e kishte shtyrë në atë veprim? Dhe tani, çfarë do të ndodhte? Ai e kishte shpëtuar, por a ishte kjo e mjaftueshme? A do të ishte ajo mirë? A duhej të ndihmonte më shumë? Arbeni u vesh me rrobat që Sofia i kishte dhënë. Një palë pantallona të bardha liri dhe një bluzë me mëngë të gjata blu. Ishin vërtet pak të mëdha, por të paktën ishin të thata dhe të ngrohta. Doli nga banja dhe gjeti Sofian ulur në divan, tashmë të veshur me rroba të thata, një palë pantallona sportive gri dhe një bluzë të bardhë. Flokët e saj të gjatë ishin ende pak të lagura, por i kishte lidhur në bisht kali. Pa make-up dhe pa ornamentet e zakonshme, ajo dukej më e re, më e brisht. Sytë e saj të blu ishin të kuq nga të qarat. Më mirë, pyeti Arbeni duke ulur në karrigen përballë saj. Sofia ju buzëqesh paksa. Po, faleminderit. Edhe ti? Po, tha ai. Pastaj, pas një çasti heshtje, shtoi. Sofia, dua të pyes diçka, por nëse nuk dëshiron të flasësh, kuptoj. Sofia e shikoi dhe sytë e saj u mbushën me lot përsëri. Dëshiron të dish pse u hodha apo jo? Arbeni uli kokën. Vetëm nëse dëshiron të më thuash, por po, jam i shqetësuar për ty. Sofia mori frym thellë dhe shikoi nga dritarja, duke parë liçenin dhe malet me largësi. Është një histori e gjatë, tha ajo me një zë të lodhur, dhe nuk jam e sigurt se ke kohë për ta dëgjuar. Kam kohë, tha Arbeni but. Sot nuk kam shkuar në punë dhe dua të dëgjoj. Sofia e shikoi përsëri dhe në sytë e saj kishte diçka, një lloj mirënjohjeje, por edhe dyshimi. Sikur po përpiqej të vendoste nëse mund t'i besonte këtij të panjohuri që sapo e kishte shpëtuar. Emri im i plot është Sofia Weber, filloi ajo ngadalë. Babai im është Heinrich Weber, pronari i Weber Industries. Ndoshta ke dëgjuar për të? Arbeni tundi kokën. Kishte dëgjuar emrin. Weber Industries ishte një nga kompanitë më të mëdha farmaceutike në Zvicër, me degma të gjithë Europën, por nuk ishte menduar kurrë se do të njihte dikë nga ajo familje. Pra, je e pasur, tha ai duke mos e ditur çfarë tjetër të thoshte. Sofia u qesh me zë të hidhur. Po, jam e pasur. Kam gjithçka që mund të donte dikush. Para, një shtëpi të bukur, rroba të shtrenjta, mundësi të pakufizuara. Por Arben, ti e di çfarë nuk kam? Lumturi. Ajo ndaloi dhe fshiu lotët që po I rrinin nga syt. Jeta ime është një teatr. Çdo ditë luaj një rol. Jam vajza e përsosur, e edukuar, e sjellshme. Shkoj në evente sociale, buzëqesh për fotografi, flas me njerëz që nuk më interesojnë as pak. Dhe kur kthehem në shtëpi, mbyll derën dhe ndihem bosh. Arbeni dëgjonte në heshtje, zemra e tij duke u rënduar me çdo fjalë që dëgjonte. Babai im është njeri I mirë, por ai është I zënë gjithmonë. Kompania është gjithçka për të. Nëna ime vdiq kur isha 10 vjeçe, kancer. Dhe që atëherë, babai u zhyt në punë për të harruar dhimbjen, dhe unë mbeta vetëm. Shkova në shtollat më të mira, shoha terapistët më të mirë, mora gjithçka që para mund të blinin, por askush nuk më dha atë që kisha nevojë më shumë, dashurinë, vëmendjen, ndjesinë se jam e rëndësishme për dikë. Ajo ndaloi dhe fshiu lotët që po I rrinin nga syt. Dhe sot, vazhdoi ajo, zëri I tij duke u thyer. Sot ishte përvjetori I vdekjes së nënës sime, 15 vjet. Babari im është në një udhëtim pune në Tokyo, nuk ka ardhur, nuk ka telefonuar, dhe unë nuk e mund ta duronta më vetmin. Mendova se nëse unë nuk do të isha më, ndoshta dhimbja do të pushonte.
Lotët filluan të rrinin lirshëm tani, dhe Sofia e mbuloi fytyrën me duar, duke qarë ngak. Arbeni u ngrit nga karrigja dhe shkoi pranë saj. U ul në divan pranë dhe, pa e ditur nëse ishte e përshtatshme, e përqafoi butë. Më vjen shumë keq, tha ai me zë të butë. Më vjen shumë keq për gjithçka që ke kaluar. Sofia qareu në shpatullën e tij për disa minuta, duke lëshuar të gjithë dhimbjen, të gjithë vuajtjen e akumuluar për vite. Dhe Arbeni thjesht e mbajti, duke i lënë qarjet, duke i dhënë hapsin që kishte nevojë. Kur më në fund Sofia u qetësua, ajo u largua ngadalë dhe shikoi Arbenin me sytë e kuq dhe të enjtur. Faleminderit, tha ajo. Faleminderit që më dëgjove, dhe faleminderit që më shpëtove. Nuk e meritoja. Të gjithë meritojnë të shpëtohen, tha Arbeni me bindje. Dhe ti meriton të jesh e lumtuar, Sofia. E di se tani nuk duket kështu, por beso, gjërat mund të ndryshojnë. Sofia tundi kokën, por nuk duke je bindur. Nuk e di, kam provuar gjithçka, terapi, ilaçe, udhëtime, hobi të reja, por asgjë nuk funksionon. Brenda ndihem bosh. Ardini mendoi për një moment. Ndoshta, tha ai ngadalë, ndoshta ajo që ke nevojë nuk është diçka materiale. Ndoshta është thjesht dikush me të cilin mund të flasësh, dikush që të dëgjon vërtet. Sofia e shikoi me një shprehje të çuditshme. Dhe ti do të ishe ai dikush? Arbeni buzëqeshi për herë të parë. Nëse dëshiron, po. Do me thënë, jam vetëm një punëtor ndërtimi nga Kosova. Nuk e di nëse mund të të ndihmoj shumë, por mund të dëgjoj, mund të jem këtu. Sofia shikoi për një kohë të gjatë, sikur përpiqej të kuptonte nëse ishte duke folur seriozisht. Pastaj, ajo buzëqeshi, një buzëqeshje të vërtet këtë herë, që arriti deri në sytë e saj. Do ta doja shumë atë, tha ajo butë. Dhe kështu filloi miqësia mes tyre, një miqësi e pazakontë, ndërmjet dy njerëzve nga botë plotësisht të ndryshme, por që ndanin diçka të rëndësishme, vetmin dhe dëshirën për lidhje të vërtet njerëzore. Pas asaj dite, jeta e Arbenit ndryshoi në mënyra që ai nuk do ta kishte imagjinuar kurrë. Sofia i kishte dhënë numrin e saj të telefonit, dhe ata filluan të shkëmbejnë mesazhe. Në fillim ishin mesazhe të shkurtra, të thjeshta, një mirëmëngjes nga Sofia, një si je sot nga Arbeni, por gradualisht mesazhet u bën më të gjata, më personale. Sofia filloi t'i tregonte për ditët e saj, për mbledhjet e kompanisë ku duhej të shkonte me baban e saj, për darkat e mërzitshme sociale ku duhej të buzëqeshte dhe të sillej sikur gjithçka ishte në rregull. Arbeni i tregonte për punën e tij, për shokët e tij emigrant, për nënën e tij në Kosovë që i mungonte çdo ditë. Ata filluan të takoheshin. Hera e parë ishte në një kafe të vogël pranë liçenit, larg qendrës së qytetit, ku Sofia mund të takohej me miqtë e saj të zakonshëm. Ishte një vend i thjeshtë, me tavolina druri dhe aromë kafeje të freskët. Sofia erdhi e veshur thjesht, me xhinse dhe një bluzë të bardhë, pa make-up të tepruar, pa stoli të shtrenjta. Dukej sikur po përpiqej të ishte vetja e vërtet, jo roli që luante zakonisht. Ata folën për orë të tëra. Sofia i tregoi për nënën e saj, për kujtimet e pakta që kishte prej saj, shëtitjet në park, për rallat që i lexonte para gjumit, buzëqeshjen e saj të ngrohtë. Arbeni i tregoi për baban e tij, për ditën kur vdiq, për ndjenjen e paaftësisë që kishte ndjerë. Ndihej sikur toka po më shkantheronte poshtë këmbëve, tha Arbeni, zëri i tij i mbushur me emocion. Babai ishte gjithçka për mua, më mësoi si të jem burr, si të respektoj të tjerët, si të punoj fort, dhe pastaj në një ditë ai nuk ishte më. Sofia zgjati dorën dhe preku dorën e Arbenit. E di si ndihet, tha ajo butë. Humbja e dikujt të dashur lë një boshllëk që asgjë nuk mund ta mbush. Ata vazhduan të takoheshin rregullisht. Sofia i tregoi Arbenit Lucern nga një kënd vëshkrim plotësisht i ri, jo si turist apo punëtor, por si dikush që njihte çdo cep të qytetit. I tregoi vende të fshehura, kopshte të vegjën mes ndërtesave të vjetra, pikpamje sekrete mbi liçen, restorante tradicionale ku ende kur ishte vogël me nënën e saj. Arbeni nga ana tjetër i tregoi Sofias jetën e tij të përditshme, e çoi në kantierin ku punonte, dhe ajo pa për herë të parë si jetonte pjesa tjetër e shoqërisë, njerëzit që punonin me duart e tyre, që djersnin për çdo frank që fitonin. E çoi në lagjen ku jetonte, dhe ajo pa apartamentin e tij të vogël me një dhomë. Sofia nuk e gjykoi. Fakt, ajo duke e fascinuar. Është aq e thjesht, tha ajo duke shikuar për rreth, por e ngrohtë, ndihet si një shtëpi e vërtet. Arbeni u qesh. Në krahasim me atë që ke ti, kjo është një kasole.
Sofia tondi kokën. Apartamenti im është i madh dhe i bukur, por është i ftohtë, nuk ka shpirt. Ky vend, tha ajo duke shikuar përreth, ky vend ka shpirt sepse ti jeton këtu. Ai pasqyron ty. Me kalimin e javëve, ndërmjet tyre filloi të ndizet diçka më e thellë se miqësia. Arbeni e ndjeu para Sofias, një ndjesi e fortë, e pabesueshme që bënte zemrën e tij të rahte më shpejt çdo herë që e shihte. Ndjente nevojën të kujdesej për të, ta mbronte, ta bënte të lumtur, por në të njëjtën kohë ndjente frikë. Ata vinin nga botë plotësisht të ndryshme. Ai ishte një emigrant i thjesht pa para, pa edukat formale universitare. Ajo ishte vajza e një multimilioneri, me të gjitha dyert e hapura para saj. Çfarë ardhmënie mund të kishin? Sofia nga ana tjetër nuk mendonte për këto gjëra. Për të, Arbeni ishte freski e pastër. Ai nuk e donte për atë që kishte. Nuk përpiqej të përshtatej me pritshmëritë e shoqërisë së saj. Ai ishte thjesht i sinqert, i ngrohtë dhe i pranishëm, dhe kjo ishte gjithçka që ajo kishte dashur gjithmonë. Një mbrëmje, ata po shëtisnin përgjatë liçenit. Ishte fundi i pranverës dhe ajri ishte i ngrohtë dhe i ëmbël. Dielli po zberthej në horizont, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe roz. Uji i liçenit pasqyronte këto ngjyra, duke krijuar një pamje magjike. Ata ndalën në një stol të vogël përballë ujit. Sofia ulën pranë Arbenit dhe për disa minuta asnjëri nuk foli, thjesht shikonin pamjen dhe gëzonin qetësinë. Arben, tha Sofia më në fund, zëri i saj i butë dhe pak i druar. Po, u përgjigj ai, duke e shikuar. Sofia ktheu kokën dhe e shikoi në sy. Dua të falenderoj, tha ajo butë, për gjithçka, për shpëtimin, për dëgjimin, për pranishmen. Ti më ke dhënë diçka që mendoja se e kisha humbur për gjithmonë, shpresën. Arbeni ndjeu një ngrohtësi në zemër. Nuk ka nevojë të më falenderosh, është kënaqësi për mua të jem këtu. Sofia buzëqeshi, por pastaj shprehja e saj u bë më e serioze. Por dua të di diçka. Çfarë ndjen për mua? Jam thjesht një mik apo ka diçka më shumë? Pyetja e goditi Arbenin papritur. Ai e dinte përgjigjen, por kishte frikë ta thoshte. Kishte frikë se nëse e shprehte, gjithçka do të ndryshonte. Por kur shikoi në sytë e Sofias, në atë shprehje të sinqertë dhe të brisht, ai e kuptoi se nuk mund të gënjente. Sofia, filloi ai ngadalë, që nga dita e parë që të takova, diçka ndryshoi brenda meje. Nuk mund ta shpjegoj saktësisht, por të mendoj vazhdimisht, të shoh në çdo gjë që bëj, dhe kur jam pranë teje, ndihem plot, i kompletuar. Pra po, ka diçka më shumë, shumë më shumë. Sytë e Sofias u mbushën me lot, por këtë herë ishin lot lumturie. Edhe unë, tha ajo me zë të thyer, edhe unë ndjej të njëjtën gjë. Ti je njeriu i parë që më ka bërë të ndihem e dashur, e vërtet. Nuk dua të humbas këtë, nuk dua të humbas ty. Arbeni zgjati dorën dhe e preku fytyrën e Sofias butë. Nuk do të më humbasësh, tha ai. Jam këtu dhe do t'jem këtu sa kohë të më duash. Sofia u mbyll dhe e puthi. Ishte një puthje e butë, e ëmbël, plot me emocion dhe dashuri të paprekur. Dhe në atë moment, ndërmjet tyre u krijua një lidhje që asgjë dhe askush nuk mund ta prishte. Lidhja mes Arbenit dhe Sofias u thellua me kalimin e muajve. Ishin bërë pjesë e pandashme e jetës së njëri tjetrit. Arbeni vazhdonte të punonte në kantier, por tani ditët e tij ishin plot me dritë. Çdo mbrëmje takoi me Sofian. Ndonjëherë shkonin në darkë, ndonjëherë thjesht shëtitnin nëpër qytet dhe ndonjëherë qëndronin në apartamentin e Arbenit, duke folur dhe duke dëgjuar muzikë. Sofia kishte ndryshuar. Njerëzit përreth saj filluan ta vinin re. Buzëqeshja e saj ishte më e sinqertë, sytë e saj më të ndritshëm. Edhe babai i saj, Heinrich, i cili kishte qenë shumë i zënë dhe i largat, vuri re ndryshimin. Sofia, duket sikur je më e lumtur këto ditë, i tha ai një mbrëmje kur ishin në shtëpinë e tyre familjare jashtë qytetit, një vile madhe me kopësht të gjerë dhe pamje mbi mal. Sofia buzëqeshi. Po baba, jam. Heinrich e shikoi me kureshtje. Ka të bëj me dikë? Sofia ndaloi për një moment. Kishte menduar për këtë çast prej kohësh. E dinte se më herët avon duhej t'i tregonte babait për Arbenin, por kishte frikë nga reagimi i tij. Po, tha ajo më në fund. Ka dikë. Heinrich vuri peshën e kafes dhe u përqendrua plotësisht tek ajo.
Kush është? E njoh? Jo, tha Sofia duke marrë frymë thellë. Emri I tij është Arben, është emigrant nga Kosova, punon në ndërtim. Heinrich ngriti vetullat. Emigrant, punëtor ndërtimi. Sofia I ndjeu një val nervozizmi, por qëndroi e fortë. Po baba, dhe para se të thuash ndonjë gjë, dëgjom. Arbeni është njeriu më I mirë që kam takuar ndonjëherë. Ai më shpëtoi jetën, jo vetëm në kuptimin fizik, por edhe në atë emocional. Më bëri të ndihesha e dashur, e rëndësishme. Ai nuk më do për atë që kam, por për atë që jam. Heinrich dëgjoi në heshtje. Fytyra e tij ishte e pazbulueshme. Kur ndodhi kjo? Si e takove? Sofia mori frymë thellë dhe filloi të tregonte historinë, se si kishte tentuar të vetvraste, se si Arbeni e kishte shpëtuar, se si ata kishin filluar të flisnin dhe gradualisht ishin dashuruar. Ndërsa Sofia fliste, fytyra e Heinrichit filloi të ndryshonte. Shprehja e tij shkoi nga çudia te shqetësimi dhe më fund te një lloj mirënjohjeje të thellë. Kur Sofia mbaroi, Heinrich mbeti në heshtje për disa minuta. Pastaj, ai foli me zë të emocionuar. Sofia, nuk e dija se ishe aq e dëshpëruar. Nuk e kuptova se sa keq po ndiheshe. Jam fajtor. Jam zhytur aq shumë në punë sa kam harruar se ti ke nevojë për mua. Sofia ndjeu lot duke mbledhur në sy. Baba, nuk je fajtor vetëm ti. Edhe unë duaj të flisja, të tregoja se si ndihesha, por kisha frikë se nuk do të më dëgjone. Heinrich u ngrit dhe përqafoi vajzën e dashur. Më vjen shumë keq, vajza ime e dashur. Më vjen shumë keq për gjithçka, por tani më thuaj për këtë Arben, dua të njoh. Sofia u tërhoq nga përqafimi dhe e shikoi babain me shpresë. Vërtet, dëshiron ta takosh? Sigurisht, tha Heinrich. Nëse ai është njeriu që të ka bërë aq të lumtur, dua të njoh dhe dua të falenderoj për shpëtimin tjetër. 2 javë më vonë, Arbeni mori një mesazh nga Sofia. Babai im dëshiron të takoj. A do të vish në darkë të shtunën? Zemra e Arbenit filloi të rrahej më shpejt. Kjo ishte një hap I madh. Takimi me babain e Sofias do të thoshte se lidhja e tyre po bëhej serioze, zyrtare. Sigurisht, u përgjigja ai, do të jemi nderuar. E shtuna erdhi shumë shpejt. Arbeni kaloi gjithë ditën duke u përgatitur. Bleu një kostum të ri, të parën që kishte blerë në jetën e tij. Ishte e zi, elegant dhe e bënte të ndihej njëkohësisht I fortë dhe I pashamshëm. Shkoi te berberi, u qeth dhe kujdesi që të dukej sa më mirë. Kur arriti në adresën që Sofia I kishte dhënë, ai mbeti pa fjalë. Vila ishte më e madhe se çdo gjë që kishte parë ndonjëherë. Kishte një objar të gjerë me pemë dhe lule, një pishinë dhe një ndërtim kryesor me 3 kate me fasadë klasike. Sofia doli për ta pritur në hyrje. Ishte e veshur me një fustan të zi elegant dhe dukej mahnitshme. Je gati? Pyeti ajo, duke buzëqeshur. Arbeni mori frymë thellë. Sa më gati mund t'jem. Ata hynë së bashku. Salloni ishte I gjerë, me tavane të larta, dritare të mëdha dhe mobiltur antike elegante. Në mes të sallonit qëndronte një burr I lartë me kostum gri, me flok të thimur dhe me një shprehje të fortë, por jo të ashpër. Baba, tha Sofia, ky është Arbeni. Arben, ky është babai im, Heinrich Weber. Arbeni u afrua dhe I shtriu dorën. Është një nder të takoj, zoti Weber. Heinrich e shtrëngoi dorën me forcë duke e shikuar Arbenin në sy. Nderit është I imi, Arben. Sofia më ka treguar gjithçka që ke bërë për të. Nuk ka fjalë që mund të shprehin mirënjohjen time. Ata ulën në tavolinën e madhe të darkës. Ishin vetëm 3: Heinrich, Sofia dhe Arbeni. Darka ishte tradicionale zvicerane, fondiu djathi, mish I pjekur dhe perime të freskëta. Ndërsa hanin, Heinrich fillon të pyeste Arbenin për jetën e tij. Arben tregoi për familjen e tij, për baban që kishte humbur, për nënën që kishte mbetur vetëm në Kosovë. Tregoi për udhëtimin e tij në Zvicër, për vështirësitë e fillimit, për punën e rëndë në ndërtim. Heinrich dëgjoi me vëmendje. Të respektoj, Arben, tha ai. Të lësh shtëpinë dhe familjen për të kërkuar një jetë më të mirë kërkon guxim, dhe të punosh fort për të arritur qëllimet tua është diçka që të çmoj shumë. Faleminderit, zoti Weber, tha Arbeni, por nuk kam bërë asgjë të veçantë, thjesht kam bërë atë që ishte e nevojshme. Jo,
tha Heinrich, duke tundur kokën, ke bërë më shumë, ke shpëtuar vajzën time, dhe jo vetëm fizikisht. Sofia më ka treguar se sa shumë ke ndihmuar, ja ke kthyer dëshirën për jetë, për këtë do t'jem përgjithmonë mirënjohës. Sofia zgjati dorën dhe e preku dorën e babait. Arben më bëri të kuptoj se vlera e një njeriu nuk matet me atë që ka, por me atë që është. Ai më ka mësuar se dashuria e vërtetë ekziston dhe se vlera e jetës gjendet në lidhjet e sinqerta me njerëzit. Heinrich buzëqeshi, një buzëqeshje të ngrohtë dhe të sinqertë. Atëherë Arben, më lejot të bëj një pyetje. Cilat janë planet e tua për të ardhmen me Sofian? Arbeni ndjeu nervozizëm, por shikoi drejt në sytë e Heinrichit. Zoti Weber, unë e dua vajzën tuaj, e dua me gjithë zemër, dhe nëse ajo më do mua, dua të ndërtoj një jetë bashkë me të. E di që vin nga një botë ndryshme, që nuk kam para apo pozitë sociale, por ajo që kam është dashuria ime e sinqertë dhe përkushtimi im për ta bërë të lumtur. Heinrich e shikoi për një moment të gjatë. Pastaj, ai u ngrit nga karrigja, erdhi pranë Arbenit dhe e përqafoi. Kjo është gjithçka që kërkoj për vajzën time, tha me zë të emocionuar, dikush që e do me sinqeritet dhe që do të kujdeset për të. Ke bekimin tim, Arben. Sofia filloi të qante nga lumturia, u ngrit dhe i përqafoi të dy burrat më të rëndësishëm në jetën e saj. Muajt që pasuan ishin ndër më të lumturit në jetën e Arbenit. Lidhja e tij me Sofian u bë edhe më e fortë, dhe tani me bekimin e babait të saj, ata filluan të bëjnë plane për të ardhmen. Heinrich u ftoi Arbenin në kompaninë e tij. Dua të ofroj një punë, tha ai, jo si bamirësi, por sepse shoh në ty potencial. Ke një etik pune të fortë, inteligjencë dhe integritet. Këto janë cilësi që vlerësoj. Arbeni ishte i befasuar. Por, zoti Weber, unë nuk kam edukat formale, nuk studiova biznesin apo farmacin. Edukimi formal është i rëndësishëm, por nuk është gjithçka. Ti mund të mësosh, dhe unë jam i gatshëm të investoj në ty, po qëse ti je i gatshëm të punosh. Arbeni pranoi. Filloi të punonte në kompaninë Weber Industries, fillimisht në departamentin e logjistikës. Puna ishte e ndryshme nga atë që kishte bërë më parë, por ai e përshtati veten shpejt. Studionte në mbrëmje, mësonte për industrinë farmaceutike dhe gradualisht filloi të jape kontribute të vlefshme. Heinrich ishte i impresionuar. Ky djalë ka diçka të veçantë, i tha Sofias. Ka një përkushtim që rrallë shihet. Sofia buzëqeshi. E di baba, prandaj e dashuroj. Ishte vera e vitit 2025, kur Arbeni vendosi se ishte koha për hapin e radhës. Një mbrëmje, ai ftoi Sofian për darkë në një restorant luksoz me pamje mbi ligjen. Ishte një vend i veçantë, me muzikë të butë live dhe atmosferë romantike. Pas darke, ndërsa shikonin ligjenin dhe qiellin me yje, Arbeni mori frymë thellë dhe u gjunjëzua përpara Sofias. Sofia kaplohy me gojë, sytë e saj duke u mbushur me lot. Sofia, filloi Arbeni, zëri i tij duke dridhur lehtë nga emocioni. Që nga dita që të takova, jeta ime ndryshoi plotësisht. Ti më dhej një qëllim, një arsye për të qenë më i bëri versioni vetvetes. Më bëre të besoj në dashurinë, në shpresën, në mundësinë e një të ardhme të lumtur. Nuk mund të imagjinoj jetën time pa ty. Prandaj po të pyes, a do të martohesh me mua? Ai nxori një kuti të vogël dhe e hapi, duke zbuluar një unazë elegante me një diamant të vogël por të bukur. Sofia po qante tashma, por këto ishin lot lumturie. Po, bërtiti ajo. Po, 1000 herë po. Arbeni i vuri unazën në gjisht dhe u ngrit duke e përqafuar. Njerëzit rreth tyre filluan të duartrokasin dhe për një moment gjithçka ishte perfekte. Martesa u organizua për shtator të vitit 2025. Ishte një ceremoni e bukur në kopshtin e vilës së Heinrichit me vetëm familjen e ngushtë dhe miq të afërt. Nëna e Arbenit, Fadile, erdhi nga Kosova. Ishte hera e parë që ajo e shihte Zvicrën dhe lotët e saj të lumturisë nuk pushuan gjatë gjithë ditës. Biri im, i tha ajo Arbenit para ceremonisë, duke e përqafuar fort, jam kaq krenare për ty, babai yt do t'ishte edhe më krenari. Ceremonia ishte e thjeshtë por shumë emocionale. Kur Arben dhe Sofia shkëmbyen kushtet, nuk ishte sy të thatë mes të pranishmeve. Heinrich mbajti një fjalim që preku të gjithë. Sot, familja jon fiton një antar të ri, tha ai. Arben nuk është vetëm dhëndri im, por edhe djali që nuk e kisha kurrë. Ai na ka dhënë diçka të paçmueshme, na ka kthyer Sofian, vajzën tonë të dashur, nga errësira në dritë. Për këtë do t'jem përgjithmonë mirënjohës. Vitet që pasuan ishin plot me lumturi dhe prosperitet,
Arben vazhdoi të punonte në Weber Industries dhe shpejt u bë një prej menaxherëve kryesor. Përkushtimi dhe aftësia e tij për të zgjidhur problemet komplekse e bën të respektuar nga të gjithë kolegët. Sofia, nga ana tjetër, gjeti qëllimin e saj. Ajo filloi të punonte në projekte bamirësie, duke krijuar një fondacion që ndihmonte të rinjt në nevojë, sidomos ata që vuanin nga depresioni dhe mendimet vetvrasëse. Fondacioni u quajt Drita e Shpresës dhe Sofia e menaxhonte me pasion dhe përkushtim. Dua që historia ime të ndihmojë të tjerët, i tha ajo Arbenit një ditë. Dua që njerëzit kuptojnë se edhe në momentet më të errta ka shpresë. Edhe kur gjithçka duket e pa shpresë, një person i vetëm, një gjest i vetëm dashurie, mund të ndryshojë gjithçka. Arben e mbështeti plotësisht. Madje ai vetë u përfshi në punë të fondacionit, duke folur në evente dhe duke treguar historinë e tyre. Nëse historia jon mund të shpëtojë edhe një jetë të vetme, thoshte ai, atëherë çdo përpjekje ja vlen. Fondacioni u rrit shpejt dhe filloi të ndihmonte qindra të rinj çdo vit. Sofia dhe Arben organizuan grupe mbështetje, programe këshillimi falas dhe fushata ndërgjegjësimi për shëndetin mendor. Në pranverën e vitit 2026, Sofia zbuloi se ishte shtatzën. Lajmi i bëri të dy jashtëzakonisht të lumtur. Heinrich, kur mësoi se do të bëhej gjysh, nuk mund të fshihte emocionin. Një bebe, tha ai duke e përqafuar Sofian. Nuk mund ta besoj. Familja jon po rritet. Fadile, nëna e Arbenit, erdhi përsëri la Kosova për të qenë pranë tyre. Ajo kaloi muaj të tërë në Zvicër, duke u kujdesur për Sofian dhe duke përgatitur gjithçka për mbrirjen e bebes. Do të jetë një gjyshe e mrekullueshme, i tha Sofia Arbenit një ditë, ndërsa shikonin Fadilen duke thurur një kapele të vogël për beben. Ajo ka aq shumë dashuri për të dhënë. Po që është, u përgjigj Arbeni duke buzëqeshur. Nëna ime ka kaluar shumë vështirësi, por nuk ka humbur kurrë aftësinë për të dashur. Kjo është gjëja që më ka mësuar më shumë. Në dhjetor të vitit 2026, në një mbrëmje të ftoftë dimri me borë duke rënë jashtë, Sofia lindi një vajzë të shëndetshme dhe të bukur, e quajtën Elena, një emër që kishte kuptim në të dyja gjuhët, shqip dhe gjermane. Kur Arbeni mbajti vajzën e tij për herë të parë, ai nuk mund të përmbante lotët. Mirë se erdhe Elena ime, përshpëriti ai duke e puthur në ballë. Do të them çdo ditë se sa shumë të duam. Nuk do të ndihesh kurrë vetme, kurrë pa mbështetur. Premtoj. Sofia, edhe pse e lodhur nga lindja, buzëqeshi duke i parë. Është perfekte, ashtu siç gjithçka që kemi ndërtuar së bashku. Heinrich erdhi në spital sapo mësoi lajmin. Kur i sham besën e tij të vogël, sytë e tij të fortë u butësuan. Ajo është e ardhmja jon, tha buta i duke prekur dorën e vogël të Elenës. Dhe çfarë ardhme e mrekullueshme do të jetë. Vitet kaluan me shpejtësi dhe familja e Arbenit dhe Sofias përjetonte lulëzim të plot. Elena u rit në një vajzë të zgjuar dhe të këndshme, me sy të blu të nënës dhe përcaktimin e fortë të babait. Ajo fliste dy gjuhë, gjermanishten dhe shqipen, dhe kishte një personalitet të gjallë që i bënte të gjithë ta donin. Arben vazhdoi të përaptonte në Weber Industries. Heinrich, i cili tani po fillonte të konsideronte pensionin, e trajnoi Arbenin për të marrë përgjegjësi më shumë. Ti ke mendjen për biznes dhe zemrën për njerëzit. Kjo kombinim të bën liderin perfekt. Sofia vazhdoi punën e saj me fondacionin, i cili tani kishte deg në disa qytete zvicerane dhe kishte filluar të zgjerohej edhe në vende të tjera europiane. Historia e tyre të Arbenit ishte burim inspirimi për mijëra njerëz. Ata morën ftuara për të folur në konferenca ndërkombëtare rreth shëndetit mendor dhe integrimit social. Në çdo fjalim, Arben theksonte, nuk janë paratë që na bëjnë të pasur, është dashuria, lidhjet njerëzore dhe aftësia për të ndihmuar të tjerët. Këto janë pasuritë e vërteta të jetës. Në vjeshtën e vitit 2028, Heinrich mblodhi familjen për një darkë të veçantë. Ishin në vilën e tij, e cila tani ndjehej më e ngrohtë dhe më e gjallë se kurrë, plot me zërat e Elenës që lozte dhe qeshte. Kam diçka të rëndësishme për t'ju thënë, filloi Heinrich pas darke, ndërsa ishin në sallonin e madh. Sofia dhe Arben shkëmbyen një shikim të shqetësuar. Çfarë ndodhi, baba? Pyeti Sofia. Heinrich buzëqeshi për t'i qetësuar. Mos u shqetësoni, nuk është asgjë e keqe. Në fakt, është diçka që kam menduar prej kohësh. Ai mori frymë thellë. Jam 65 vjeç tani dhe kam vendosur se është koha për pension. Weber Industries ka qenë jeta ime për 4 dekada. Por tani dua të kaloj kohën Tani me familjen, me ju, me Elenën, dhe të shijoj atë gjëra që i kam humbur për shkak të punës. Sofia buzëqeshi, por kishte edhe një pikëllim në sytë e saj. Do të më mungosh në kompani, baba, por kuptoj dhe mbështes vendimin tënd. Faleminderit, vajza ime,
tha Heinrich. Pastaj ai u kthye drejt Arbenit. Arben, dua që ti të marrësh postin tim si drejtor ekzekutiv i Weber Industries. Arbeni mbeti i habitur. Unë? Por, zoti Weber, ka shumë njerëz më të kualifikuar me më shumë përvojë. Heinrich ngriti dorën për ta ndaluar. Ka menduar për këtë me kujdes. Ti ke treguar aftësi të jashtëzakonshme, vizion të qartë dhe mbi të gjitha integritet të pakompromis. Kompania ka nevojë për dikë si ty, dhe më e rëndësishmja, besoj në ty. Arbeni nuk dinte çfarë të thoshte. Shikoi drejt Sofias, e cila po buzëqeshte dhe po tund kokën me inkurajim. Do t'jetë nder, tha Arbeni më në fund. Zëri i tij i mbushur me emocion. Do të bëj më të mirën time për të ruajtur trashëgiminë tuaj dhe për ta çuar kompaninë përpara. Heinrich u ngrit dhe përqafoi. E di që do ta bësh, tha ai, sepse ti nuk e bën për para apo për pozitë. E bën sepse kujdesesh për njerëzit dhe për atë që është e drejtë. Kalimi i pushtetit ndodhi në mënyrë zyrtare në fillim të vitit 2029. Ishte një ceremoni e madhe në selinë qendrore të Weber Industries, me të gjithë punonjësit, partnerët dhe median e pranishme. Heinrich mbajti një fjalim emocional. Kjo kompani ka qenë jeta ime, tha ai. Por tani ja lë në duart e dikujt që e do po aq sa e dua unë, dhe madje edhe më shumë, sepse ai e do jo vetëm kompaninë, por edhe njerëzit që punojnë këtu. Arben Krasniqi nuk është vetëm dhëndri im, por edhe njeriu që na ka mësuar se vlerat e vërteta nuk maten me pasuri materiale, por me karakterin ton dhe kontributin ton në jetën e të tjerëve. Arbeni, duke qëndruar pranë tij, ndjeu peshën e përgjegjësisë, por edhe krenarin për besimin që Heinrich i kishte dhënë. Në fjalimin e tij, Arbeni tha: "Kam ardhur në këtë vend si një emigrant i thjesht, duke kërkuar vetëm mundësi për të punuar dhe për të jetuar me dinjitet. Kur nuk do ta kisha imagjinuar se një ditë do të kisha këtë nder. Por kam mësuar diçka të rëndësishme. Origjina jon nuk përcakton destinacionin ton. Ajo që përcakton destinacionin ton është puna jon e palodhur, vlerat tona dhe gatishmëria jon për të ndihmuar të tjerët. Do të punoj çdo ditë për të qenë dinjitoz për këtë besim." Audienca duar trokiti për minuta të tëra. Ishte një moment historik, jo vetëm për Arbenin, por edhe për të gjithë ata që besonin se punësimi i ndershëm dhe karakteri i mirë janë rrugë drejt suksesit. Në drejtimin e Arbenit, Weber Industries vazhdoi të prosperonte. Ai solli një freski inovacioni dhe humanizmi në mënyrën se si kompania operonte. Krijoi programe për punonjësit, përmirësoi kushtet e punës dhe filloi iniciativa për të ndihmuar komunitetet lokale. Një prej projekteve më të dashura për Arbenin ishte krijimi i një programi që i jepte mundësi emigrantëve dhe njerëzve nga familjet me të ardhura të ultha të punonin dhe trajnoheshin në kompani. "Dua që çdo person që ka ëndrrën për të përmirësuar jetën e tij të ketë mundësinë që unë pata", shpjegoi ai në një intervistë. Programi u bë shumë suksesshëm dhe u shpërbly me disa çmime ndërkombëtare për përgjegjësi sociale korporative. Arbeni dhe Sofia morën pjesë në çdo ceremoni çmimesh, duke folur gjithmonë me pasion për rëndësinë e dhënies së mundësive të barabarta për të gjithë. Sofia, nga ana tjetër, kishte zgjeruar drita e shpresës në një organizatë me njohje ndërkombëtare. Fondacioni tani ofronte mbështetje në 10 vende dhe kishte shpëtuar qindra jetë. Çdo histori suksesi e ndante Sofian thellë. Çdo njeri që gjente shpresë përsëri, çdo familje që bashkohej përsëri pas një krize. "Kjo është arsyeja pse kam mbijetuar", tha Sofia Arbenit, një mbrëmje ndërsa shikoni një video me dëshmi nga një i ri që kishte përfituar nga fondacioni. Për të ndihmuar të tjerët, për t'u treguar se ka shpresë edhe kur gjithçka duket e humbur. Elena, tani 5 vjeçe, po rritej në një ambient plot dashuri dhe vlera të forta. Ajo shihte prindrit e saj duke punuar për të tjerët, duke ndarë dashurinë me të gjithë rreth tyre. Edhe pse ajo ishte shumë e vogël, tashmë kishte filluar të kuptonte rëndësinë e dhënies dhe të ndjesisë ndaj të tjerëve. Një ditë, Elena erdhi te Sofia me një kuti të vogël në dorë. "Mami", tha me zë serioz, "dua t'i jap këtë një fëmijë që nuk ka lodra." Sofia hapi kutin dhe pas ajo kishte vënë disa prej lodrave të saj të preferuara. Sytë e saj u mbushën me lotë të lumturisë. "Elena ime e vogël", tha ajo duke e përqafuar, "ke një zemër kaq të madhe, jam kaq krenare për ty." "Ti dhe babi gjithmonë ndihmoni të tjerët", tha Elena thjesht.
Dua të jem si ju. Arbeni që kishte dëgjuar bisedën, erdhi dhe u gjynjëzuqin pranë vajzës së tij. Elena, tha but, ti tashmë je e mrekullueshme dhe premtoj se do të mësojmë gjithçka që dim ne për dashurinë dhe mshurinë dhe për të qenë një person i mirë. Në vjeshtën e vitit 2029, Heinrich u smur papritur. Ishte diçka e vogël, lodhje, mungesë ushqimi, dobësi, por testet mjekësore zbuluan diçka më të serioze. Kancer në mushkëri në fazë të avancuar. Heinrich, edhe pse i friksuar, përpiqej të ishte i fortë për familjen. Të gjithë duhet të vdesim një ditë, tha ai me qetësi. Dhe unë kam jetuar një jetë të plotë. Kam parë vajzën time duke gjetur lumturinë, kam njohur një dhëndër të mrekullueshëm, kam përqafuar një mbes të bukur. Çfarë më tepër mund të kërkojë një njeri? Por pavarësisht fjalëve të tij guximtare, e gjithë familja e dinte se kjo ishte një betejë e vështirë. Filluan trajtimet, kemoterapi, rrezatim, operacione. Arben dhe Sofia ishin pranë Heinrichut çdo hap të rrugës. Arben madje reduktoi orët e tij të punës për të kaluar më shumë kohë me vjehrin e tij. Ti e djali që nuk e kisha kurrë, i tha Heinrich Arbenit një ditë në spital, ndërsa prisje për një trajtim tjetër. Dhe jam kaq mirënjohës që Zoti të solli në jetën tonë. Arbeni mori dorën e tij. Ju më dhat një mundësi kur askush tjetër nuk do ta kishte bërë, tha ai, zëri i tij duke u thyer. Më dhat një familje, një qëllim, një jetë. Do t'jem përgjithmonë mirënjohës. Beteja me kancerin zgjati 6 muaj. Ishin muaj të vështirë, plot me dhimbje, shpresë, zhgënjime dhe momente të çmuara familjare. Heinrich luftoi me çdo gjë që kishte, por më në fund, në maj të vitit 2023, trupi i tij u dorëzua. Në mëngjesin e fundit, e gjithë familja ishte e mbledhur rreth shtratit të tij. Sofia, Arbeni, Elena dhe Fadile. Heinrich ishte i dobët, por ende i vetëdijshëm. Sofia, vajza ime e dashur, tha ai me zë të dobët, ke qenë drita e jetës sime. Në çdo ditë kam qenë krenari për ty. Të lutem, vazhdo të jesh e fortë dhe të ndash dashurinë tënde me botën. Sofia, që po qante pa pushim, e puthi dorën. E premtoj baba, do të bëj krenar. Heinrich u kthye drejt Arbenit. Arben, ti e shpëtove vajzën time, e shëndrove në personin që është sot, dhe për këtë nuk do të mund të të falenderoj kur mjaft, të lë kompaninë në duart më të mirat mundshme. E di se do ta çosh përpara me integritet dhe dashuri. Do të nderoj trashëgimin tuaj çdo ditë, premtoi Arbeni, duke e mbajtur dorën tjetër të Heinrichut. Më në fund, Heinrich shikoi drejt Elenës, e cila, edhe pse vetëm 5 vjeçe, e kuptonte se diçka e rëndë po ndodhte. Elena ime e vogël, tha ai, duke buzëqeshur me vështirësi. Kujdesu për prindrit e tu. Ata janë njerëzit më të mrekullueshëm që do të takosh ndonjëherë. Dhe kur rrituresh, mbaj mend se dashuria është gjëja më e rëndësishme në jetë. Jo parat, jo pozita, dashuria. Do ta mbaj mend gjysh, tha Elena me zë të vogël, duke e puthur në faqe. Disa orë më vonë, Heinrich pushoi si jetuari, i rrethuar nga dashuria e familjes së tij. Humbja e Heinrichit la një boshllëk të madh në jetën e të gjithëve. Funerali ishte i madh, qindra njerëz erdhën për të paguar respektet e tyre. Koleg, partner biznesi, njerëz që Heinrich kishte ndihmuar gjatë viteve dhe qytetar të thjesht që e respektonin atë. Arbeni mbajti një fjalim që preku zemrat e të gjithëve. Heinrich Weber nuk ishte vetëm një biznesmen i suksesshëm. Ai ishte një njeri me një zemër të madhe, i cili besonte se suksesi i vërtet matet me atë sa ndihmojmë të tjerët. Ai më dha mua, një emigranti të thjesht, një mundësi që ndryshoi jetën time përgjithmonë, dhe për këtë do të jem përgjithmonë mirënjohës. Do të punoj çdo ditë për të nderuar kujtimin e tij dhe për të vazhduar trashëgiminë e tij të dhënjes dhe dashurisë. Sofia nuk mundet të fliste, dhimbja ishte shumë e madhe, por në fund të ceremonisë ajo qëndroi dhe tha vetëm disa fjalë. Baba, ti ishe gjithçka për mua. Më mëso të jesh e fortë, të dua pa kushte dhe të mos dorëzohem kurrë. Do t'i mbaj këto mësime me vete çdo ditë të jetës ime. Të dua përgjithmonë. Pas funeralit, jeta duhej të vazhdonte. Ishte e vështirë, sidomos për Sofian,
por me mbështetjen e Arbenit dhe dashurinë e Elenës, ajo gradualisht filloi të shërohej. Një muaj pas vdekjes së Heinrichit, avokati i familjes Weber i thirri Sofian dhe Arbenin për leximin e testamentit. Ata shkuan në zyrën e avokatit, duke pritur të dëgjonin për shpërndarjen e pronave dhe aktiveve. Avokati, një burr i moshuar me emrin Hans Schmidt, i priti me një shprehje serioze. Së pari, dua të shpreh ngushëllimet e mia më të thella. Zoti Weber ishte një njeri i jashtëzakonshëm dhe do të mungoj më shumë. Faleminderit, tha Sofia but. Hans hapi një dosje të trash dhe nxori disa dokumente. Zoti Weber përgatiti testamentin e tij me kujdes të madh, filloi ai, dhe dëshirat e tij janë shumë të qarta. Ai filloi të lexonte. Ishin dhurata të ndryshme për punonjës besnik, për organizata barmirëse, për institucione kulturore, por pjesa më e madhe e pasurisë, vilat, apartamentet, aksionet e kompanisë dhe të gjitha pasuritë e tjera, u lanë Sofias dhe Arbenit. Por, kontinua Hans, ka edhe një letër personale që zoti Weber la për ju dy. Dëshiroj ta lexoni këtë pas leximit testamentit. Ai u adorzoi një zarf të bardhë. Arbeni e hapi me duar të dridhura dhe filloi të lexonte me zë të lartë. Sofia dhe Arbeni të mi të dashur. Nëse po lexoni këtë, do të thotë se kam ikur nga kjo botë, por mos u trishtoni shumë për mua. Kam jetuar një jetë të plot dhe të lumtur, veçanërisht në vitet e fundit që kalova me ju dhe me Elenën. Dua t'ju them diçka që ndoshta nuk e dini plotësisht. Kur Sofia tentoi të vritej atë mëngjes të prillit, unë isha njeriu më i dëshpëruar në botë. E kuptova se kisha dështuar si prind. Qën aq i zënë me punën, aq i fokusuar në ndërtimin e një perandorie, sa kisha humbur gjën më të rëndësishme, lidhjen me vajzën time. Por pastaj erdhe ti, Arben. E shpëtove atë, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ideja soj që unë kisha dështuar t'i jap. Dashurinë e pakushtëzuar, pranishmërinë, ndjenjen se është e vlerësuar. Kur të takova për herë të parë, shpejt kuptova se nuk ishe si njerëzit e tjerë që kishin hyrë në jetën e Sofias. Nuk të interesonte pasuria jonë, nuk përpiqeshe të përshtateshe me pritjet tona. Ishe thjesht vetvetja, i sinqert, i mirë, i punëtor. Dhe këto cilësi më bën të di që ti ishe njeriu i duhur për vajzën time. Tani ju lë jo vetëm pasurinë time materiale, por edhe përgjegjësinë për ta vazhduar trashëgimin time. Kërkesa ime e vetme është kjo. Përdoreni pasurinë jo vetëm për të jetuar mirë, por edhe për të ndihmuar të tjerët. Vazhdoni punën që keni filluar me fondacionin. Jepuni mundësi atyre që nuk i kanë. Jini dritat që ndriçojnë jetën e të tjerëve, ashtu siç ju keni qenë drita ime në vitet e fundit. Arben, ti erdhe në jetën tonë si një bekim. Erdhe nga larg, pa asgjë pos zemrës tënde të mirë. Dhe tani je trashëgimtari im. Jo sepse martohesh me vajzën time, por sepse e meritove me karakterin tënd, me punën tënde dhe me dashurinë që i dhe familjes sime. Sofia, vajza ime e dashur, vazhdo t'i jesh e fortë. E di që humbja ime të dhemb, por ti ke një bashkëshor të mrekullueshëm dhe një vajzë të bukur që kanë nevojë për ti. Jetoj për ta, dua përjetësisht dhe mbaj mend se unë do të jem gjithmonë me ty në zemër. Elena, mbesja ime e ëmbël. Nëse lexon këtë një ditë kur të rrituresh, dije se gjyshi yt të donte më shumë se gjithçka në botë. Rritu të fortë, e mirë dhe plot dashuri, ashtu siç prindrit e tu. Me dashuri të përjetshme, Heinrich. Kur Arben mbaroi se lexuari, të dy, ai dhe Sofia, po qanin. Edhe Hans Schmidt, avokati i rrahur nga vitet, kishte lot në sy. Ai ishte njeri i jashtëzakonshëm dhe ju jeni të bekuar që e patet në jetën tuaj. Sofia mori letrën nga duart e Arbenit dhe e puthi. Do ta enderojmë, baba, po shpëriti ajo. Çdo ditë do ta enderojmë. Vitet që pasuan ishin testament i premtimit që Sofia dhe Arbeni i bën Heinrichit. Ata përdorën pasurinë që trashëguan për të zgjeruar drita e shpresës në një organizat globale. Fondacioni filloi të operonte në vendet e Afrikës, Azisë dhe Amerikës Latine, duke ofruar mbështetje për shëndet mendor, edukim dhe mundësi pune. Weber Industries, në drejtimin e Arbenit, u bë një nga kompanitë më të respektuara në Europë, jo vetëm për produktet e saj farmaceutike, por edhe për përgjegjësinë sociale dhe trajtimin e jashtëzakonshëm të punojësve. Elena u rrit në një vajzë të mençur dhe të dhemshëm. Ajo shihte çdo ditë shembullin e prindërve të saj, si punojnë në rrjet, si kujdesen për të tjerët, si qëndrojnë të përkushtuar ndaj vlerave të tyre, edhe kur jeta bëhet e vështirë.
Në moshën 10 vjeç, Elena filloi të vullnetaronte në fondacionin e nënës së saj. Ajo matiti familje nga sfonde të ndryshme, dëgjoi historitë e tyre dhe mësoi se sa me fat ishte për familjen që kishte. Mami, i tha Elena Sofias një ditë, dua të ndihmoj ashtu si ti dhe babi. Kur të rritush, dua të vazhdoj punën tuaj. Sofia e përqafoi me lot në sy. Asgjë nuk do të më bënte më krenare, tha ajo. Në vitin 2035, 10 vite pas ditës që Arbeni kishte shpëtuar Sofian nga rrymi, organizuan një ngjarje të madhe përkujtimore. E quajtën Dekada e Shpresës, një festim i gjithasoj që kishin arritur së bashku, si çift, si familje dhe si ndihmës të shoqërisë. Ngjarja u bë në një sallë të madhe në Lucern me qindra njerëz pranishëm, përfitues të fondacionit, punonjës të Weber Industries, miq, familje dhe përfaqësues nga organizata ndërkombëtare. Arbeni hapi ngjarjen me një fjalim që emocionoi të gjithë. Para 10 vitesh, në një mëngjes të ftohtë prilli, kreu veprimin më të rëndësishëm të jetës sime. Nuk e bëra mendimin për shpërblim, për famë, apo për asgjë tjetër, po si instinktin njerëzor për të ndihmuar. Por ajo ditë ndryshoi jetën ime në mënyra që nuk do ta kisha imagjinuar. Takova gruan e jetës sime, gjeta një familje të re, mora një qëllim më të madh se vetvetja ime. Ai ndaloi dhe shikoi drejt Sofias, që ishte e ulur në rreshtin e parë me Elenën pranë saj. Sofia, ti më mësove se jeta nuk është për atë që merr, por për atë që jep, dhe çdo ditë përpiqem të jetoj sipas kësaj filozofie. Pastaj Sofia u ngrit për të folur. Zëri i saj ishte i fortë, por plot me emocion. 10 vite, kisha humbur çdo shpresë. Mendoja se jeta ime nuk kishte kuptim, se nuk kishte asgjë që e vlente të jetoja. Por Zoti, ose fati, apo çfarëdo që besoni, më dërgoi një engjëll. Arbeni nuk ishte engjëll në kuptimin tradicional, ishte thjesht një njeri i mirë që veproi kur u desh, por për mua ishte shpëtimtari im. Ajo shikoi publikun, dhe tani, ne dy, së bashku me vajzën tonë dhe me mbështetjen e të gjithë jush, kemi mundur të ndryshojmë jetën e fishra të tjerëve. Kjo është trashëgimia që dua të lë, jo pasuria materiale, por ndikimi pozitiv që mund të kemi në jetën e të tjerëve. Audienca u ngrit në këmbë dhe duar trokiti për disa minuta. Ishte një moment triumfi, por edhe për ulësie. Në fund të ngjarjes, Elena, tani 15 vjeçe, erdhi në podium për të thënë disa fjalë. Ajo ishte e rritur në një vajzë të mençur dhe të mjehtë inteligjence, dhe zemër të madhe. Unë kam qenë e fatshme që të rritur me prindrit më të mrekullueshëm në botë, filloi ajo, zëri i qëndrueshëm dhe i sigurt. Ata më kanë mësuar se vlera e vërtetë e jetës nuk gjendet në atë që merr, por në atë që jep, Në atë që posedojmë, por në atë që japim. Ata më kanë treguar se çdo njeri meriton dinjitet, dashuri dhe mundësi, dhe ata më kanë frymëzuar të vazhdoj punën e tyre kur të vijë koha ime. Ajo shikoi drejt prindërve të saj. Mami, babi, faleminderit për gjithçka. Faleminderit që më mësuat se dashuria e vërtet nuk njeh kufi, se guximi mund të ndryshojë jetë dhe se shpresa ekziston edhe në momentet më të errta. Do të bëj gjithçka për t'ju bërë krenar. Sofia dhe Arbeni, të dy me lot në sy, u ngjitën në podium dhe e përqafuan vajzën e tyre. Ishte një moment perfekt, një familje e bashkuar, e fortë, e përkushtuar ndaj një qëllimi më të madh. Vitet vazhduan të kalonin, dhe historia e Arbenit dhe Sofias u bë legjendare, jo vetëm në Zvicër, por edhe përtej saj. U shkruan libra për ta, u bën dokumentar dhe u ftuan të flisnin në universitete dhe konferenca në të gjithë botën. Por për ta, gjëja më e rëndësishme nuk ishte fama apo njohja. Ishte fakti se kishin gjetur njëri tjetrin, se kishin ndërtuar një jetë të mbushur me dashuri dhe kuptim, dhe se kishin ndikuar pozitivisht në mijëra jetë të tjera. Çdo vit, në përvjetorin e asaj dite të prillit, Arben dhe Sofia shkonin në lumin ku ishin takuar për herë të parë. Qëndronin pranë bregut, mbanin duart dhe kujtonin atë moment që kishte ndryshuar gjithçka. A e pendohesh ndonjëherë? E pyeste Sofia ndonjëherë, duke buzëqeshur. Asnjëherë, përgjigjej Arbeni duke e puthur në ball. Kjo ishte dita më e mirë e jetës sime, dita kur gjeta ty. Dhe kështu, historia e tyre vazhdonte, një histori dashurie, guximi dhe shprese që frymëzonte të gjithë ata që e dëgjonin. Në vitin 2045, Arben dhe Sofia festuan 20 vjetorin e martesës së tyre. Elena tani ishte një grua e pjekur 30 vjeçe, e martuar dhe me fëmijët e saj.
Ajo kishte marrë drejtimin e drita e shpresës dhe po e çonte organizatën në lartësi të reja. Në festën e përvjetorit, e mbajtur përshëri në vilën ku ishin martuar, Arben mbajti një tost. 20 vjet më parë, këtu në këtë vend, premtova të dua, nderoj dhe kujdesem për Sofian për pjesën tjetër të jetës sime, tha ai duke mbajtur dorën e saj. Dhe çdo ditë që kaloi, që atëherë, e kam mbajtur atë premtim. Sofia, ti je dashuria e jetës sime, arsyeja ime për të qenë dhe shpirti im binjat. Faleminderit që më ke dhënë një jetë kaq të mrekullueshme. Sofia, me lot lumturie duke rjedhur, e puthi. Dhe ti je gjithçka për mua, gjithçka dhe më shumë. Mysafirët duartrotën dhe familja e tyre, Elena, bashkëshorti i saj dhe niprit, i përqafuan me dashuri. Ishte momenti perfekt për të reflektuar mbi një jetë plot me përmbajtje, dashuri dhe kontribut. Ishte histori që tregonte se edhe në momentet më të errta ka shpresë, se një gest i vetëm dashurie mund të ndryshojë gjithçka, dhe se vlerat e vërteta, dashuria dhe mshuria, përkushtimi, janë ato që mbeten kur gjithçka tjetër zhduket. Kjo është historia e Arbenit dhe Sofias, një histori e vërtet për guximin, dashurinë dhe ndikimin transformues që një person mund të ketë në jetën e një tjetri. Nëse kjo histori ju preku, më thoni në komente, çfarë mesazhi merrni nga kjo histori? Si mund ta zbatojmë dashurinë dhe dëmshurinë në jetën tonë të përditshme? Dhe mos harroni, çdo gest i mirë, çdo vepër dashurie ka fuqinë për të ndryshuar botën. Mos e nënvlerësoni kurrë ndikimin tuaj. Faleminderit që dëgjuat dhe kujtoni, shpresa ekziston gjithmonë, edhe në momentet më të errta. Kërkoni atë, jepuni dhe jetoni me dashuri.